Bëhuni thirrës së fesë së Allahut me moralin dhe sjelljen tuaj. Njeriu musliman vendosi të studiojë jashtë shtetit të tij dhe si vend për studimet e tij të ardhshme e zgjodhi Gjermaninë. Pasi që arrin në Gjermani, vendoset me një banesë ku si fqinje kishte një të ri gjerman. Lidhja mes tyre ishte vetëm një lidhje fqinjësie, jo më tepër. Pas një periudhe i riu gjerman udhton papritmas, kurse shpërndarësi i gazetave për çdo ditë ia vendoste gazetën para derës së tij. I riu musliman, kur e vërejti se gazetat shtohen për çdo ditë para derës së fqinjit të tij, u interesua për ta dhe u lajmërua sa i kishte udhëtuar. I mori gazetat dhe i palosi në një raft të posaçëm. Për çdo ditë e merrte gazetën dhe e paloste në raft dhe i tubonte në një vend. Kur u kthye fqinji i tij pas 2 apo 3 muajve, i riu musliman e përshëndeti dhe e përgëzoi për arritjen e tij me shëndet të mirë dhe ja dorëzoi të gjitha gazetat e tubuara dhe i tha: "U frikova se je duke përcjell ndonjë artikull apo merr pjesë në ndonjë quiz dhe doja që të mos humb asgjë nga informatat." I riu gjerman filloi ta shikojë habitshëm dhe të çuditet nga përkujdesja e tij dhe i tha: "A do të shpërblehesh apo ndonjë shërbim për këtë vepër që e bëre?" I riu musliman ju përgjigj: "Jo, neve feja na urdhëron në mirësinë dhe fqinjit, e ti je fqinji im dhe unë kam patjetër të të bëj mirë." Ky i ri musliman e vazhdoi bamirësinë e tij ndaj fqinjit të vet, edhe më tutje, derisa i riu gjerman e pranoi Islamin dhe u bë musliman. E tha të vërtetën Omer ibn Abdulazizi, Allahu qoftë i kënaqur me ta, kur tha: "Bëhuni thirrës së fesë së Allahut, duke qenë të heshtur." I thanë: "E si është e mundur kjo?" U përgjigj: "Me moralin dhe sjelljen tuaj."